Ndeshja kjo ishte ndeshja si thua e para e fazës së dytë, sepse para një jave kishim ndeshjen e fundit të fazës së parë me Vlorën, e që ishte një ndeshje si thua relativisht e lehtë në letër, sepse Vlora nuk është se ka ekip që të pretendojë dhe u mbyll me sukses siç e kishim parashikuar, dhe këtë javë kishim ndeshjen e fazës së dytë të parën me Apollonin. Ndeshjen e parë me Apollonin u mundëm në Korçë me 13 pikë në mos gaboj, por nuk kishim tre lojtarët që ishin kryesorë në pesë këtë javë. Ndeshjen e përgatitëm jashtëzakonisht mirë, si në stërvitje, si në moral, si në mentalitet, si në fazën e trajnimit, dhe ja arritëm ta dilnim. Luftuam jashtëzakonisht kundër një ekipi që ka vetëm 2 humbje në kampionat dhe ka humbur kundër Beslidjes dhe kundër Tiranës, dhe është një nga pretendentët për Final Four ose edhe për titullin kampion, ku me Beslidjen humbi me 5 pikë, me 6 pikë një javë më përpara. Dhe shkuam të bindur se mund të merrnim një rezultat maksimal, mbase mund të ishte humbje me 1 pikë, por mund të ishte fitore. Me afrimin e ri që bëm të një lojtari, besoj se mund të ishim të barabartë në ndeshje. Periodën e parë arritëm të u shkëputëm në 4-5 pikë, mbaroi me 1 pikë diferencë, shkoi deri në fund 64-64, por dëshira dhe si që themi ne uria që kishin lojtarët tanë ishte tregoi vendosmëri në fund në overtime, në kohën shtesë, ku me qetësi u bën 2-3 pikëshe, 2 gjuajtje nga 3 pikë, një lojtari me numrin 9 Bruku dhe lojtari me numrin 2 Linton, gjuajtjet lira që realizuan, dhe kjo i dha fitoren. E rëndësishme ishte që në këtë ndeshje ishte mbrojtja ajo që fitoi lojën. Ishte mbrojtja. Lojtarët, domethënë, ishin si një zinxhir i vetëm që luftonin bashkë në mbrojtje dhe kishte komunikim, kishte zhërvjetësi në lëvizje, dhe ajo na dha fitoren. Bruno, duket që nuk dëgjova nga ju atë që ka ndodhi me Kamzën në këtë ndeshje. Ajo që ndodhi me Kamzën tani nuk besoj se... Jo, në këtë ndeshje nuk ka ndodhur. Nuk besoj se do ndodh dhe do përsëritet më. Është gjë e mirë kur ngrihet pak zëri, kur të dëgjojnë në deri diku, dhe nuk besoj se mund të ndodhin më. Kamzën e presim në ndeshjen kur të vinë në Pogradec që do zhvillojmë, dhe shpresojmë se do jetë ndeshje normale dhe aty do duket kush duhet të ishte edhe fituesi në Kamz. Bruno, sa ju pengon do pak fakti që ju tani nuk stërviteni dot në Pallatin e Sportit, jeni tek qendra, natyrisht ndeshjet i zhvillonin në Pogradec, pasi në atë fushë nuk plotësohen kushtet? Ne nuk jemi as tek qendra, ne bëjmë tek palestra e Raçi Qirinxhi stërvitje, dhe akoma më keq. Ka rënë intensiteti çdo gjë, sepse muret kufizuese, siç janë palestrat zakonisht në shkollë. Palestër shkolla. Ndikon çdo gjë, pavarësisht se stërvitjen e bëjmë që ti mbajmë lart në intensitet, në moral, por që ndikon jashtëzakonisht dhe në Tiranë, dhe aspekti tifozërisë, në Pogradec, dhe aspekti tifozërisë ndikon, sepse vinë 5, 6, 10 veta maksimumi, kur në ndeshje në qytet në Korçë kishte 200 veta. Kishte filluar dhe ju ashtu si voleybolli të rishtit? Voleybolli që na vinin jashtëzakonisht shumë tifozë. Shpresojmë që të bëhet sa më shpejt Pallati. Po jo, natyrisht shpejt këtë sezon nuk arrini. Këtë sezon jo. Shpresojmë në sezonin tjetër, mbas edhe në fund të vitit. Atëherë për të kthyer tek realiteti, Bruno, ju fituat ndaj ekipit të Apollonisë, një ekip që thatë ka pësuar vetë 2 humbje. Kjo natyrisht ka ndikimet e veta tek ekipi për të rritur edhe më shumë besimin që mund të dilet? Patjetër, kjo fitore na të gjithë si lojtarëve, si përveç pikëve dhe ndeshje morali. Përveç pikëve e ngrej jashtëzakonisht moralin. Tani kemi 2 ndeshje si me Partizanin edhe me Tiranin që luajmë në Pogradec. Me Partizanin e theve atë rekordin që s'ishte mundur Partizanin nga Skënderbeu. Po, tani shpresojmë. Tani s'ke rekord çfarë të thuash, vetëm të fitosh. Ta kemi vazhdimsi. Dhe pastaj kemi ndeshje akoma më të fortë që është kundra ekipit të Tiranës. Besoj se morali i ekipit është lart pas kësaj fitore. Shpresojmë ta bëjmë në këtë nivel, por mos të arrim në vetë kënaqje. Mos të arrim në vetë kënaqësi. Bruno, atëherë objektivi juaj për këtë sezon?
objektivi tonë për këtë sezon, e kam thënë dhe më parë, është të arrijmë 6-ën, të hyjmë në play-off. Kjo është e rëndësishme dhe besoj se me 100% do e arrijmë.